Mirëmbrëma, unë jam Senat Nikëshiqi. Ka profesione që zgjedhen për jetesë, ndërsa disa të tjerë për mision. Mësuesia nuk është thjesht një vend pune, siç fatkeqësisht sot shihet për një pjesë të konsiderueshme. Nuk ka të bëjë vetëm me klasën, nxënësit, ditarin e ditës apo programin mësimor. Të jesh mësues do të thotë të ndërtosh muret e besimit tek brezat e ardhshëm, mure që ndërtohen përmes fjalës. Koha ka vërtetuar ndër shekuj se drita e dijes mund të dëpërtojë edhe në skajet më të thella të errësirës, edhe në momentet më të trishta, edhe atëherë kur nuk ka asnjë shpresë. Një mësues ndërton mendjet tona si monumenti më i fortë që një historia. Një notë në regjistër mund të ndryshojë fatin e një fëmie. Një fjalë apo vendimi i mësuesit mund të shkatërrojë ose ndërtojë të ardhmen e të vegjëlve, të ardhmen e rinisë. Në Shqipëri jo gjithmonë ka qenë si sot. Nuk është e largët koha kur një mësues duhet të zgjidhte mes ndërgjegjes dhe sistemit. Nga malet e thella të Dugagjinit dhe deri tek shkollat elitare të Shkodrës ka pasur burra e gra që mbajtën ndezur një dritë të vogël, dritën e arsimit. Mësuesia kurdoherë është mbijetesë morale e një kombi. Nëse nuk shihet si e tillë, mund të dështojmë. Në atmosferën e 7 marsit nuk bëhet fjalë vetëm për një datë, është një jetë e tërë përkushtuar brezave. Dhe sot para meje është një nga ata njerëz që jetoi arsimin jo si detyrë, por si një mision. Me mua sot studio është Muhamet Shala. Përshëndetje profesor dhe faleminderit që jeni së bashku në këtë bisedë. Mirë se gjeta e ju shkoftmarë. E festa e mësuesit gëzuar e ta festojmë me gjithë mira, me arritje në fushën e arsimit, në edukimin e brezave të ri, për të mirën e Shkodrës dhe të gjithë shqiptarisë. Ju jeni 81 vjeç apo jo? 81. Si e shihni jetën tuaj kur ktheni kokën pas në arsim, në një mendim përgjithshëm, fillestar? Në moshën që kam dhe me periudhën që kam kalu, sepse arsimin e kam fillu qysh nga bankën të shkollës. Para 18 vjeç, pa i mosh, sa po kam marru shkollën e mesme pedagogjike, jam emnu mësues filloret në Nën Mavriq Dugagjin Shal. Që atëherë? Që atëherë? Po, kur ishte 7 marsi i parë për ju? 7 marsi i parë për mu ka kënë, sepse e kemi festu qysh në shkollë, se shkolla pedagogjike, 7 marsin e ka festu gjithherë. Qa vitit ishte kur festove si mësues 7 marsin e parë? E kujton? 7 marsin e parë e kemi festu kur kena kënë nxans, ishim maturant dhe drejtori i shkollës, Nuri Qaushi, na organizoi një mramje kushtu festës e mësuesit dhe kjo fest e organizoi në konviktin e shkollës pedagogjike. Konvikti i Safet Spaju. Çfarë do të thotë për ju 7 marsi? 7 marsi është një fest shpirtnore e vajzave dhe djemve që marrin pjesë, por nuk ishin fillu hala me gëzu e me ditë si është festa, kur shifshim pedagogit dhe pedagogët tanë, të cilët një pjesa dërmuese dhe kanë shku në atë botë, janë atje lartë në qilë dhe në shojnë dhe në gjynë, që fjallët e mira për kushtimin e malë dhe dashamirësinë që ata kanë tregu për na transmetu tek brezat e ri, që ishim e ardhmja e këtij vendit. Do ta nisim pak që në momentet e para. Ku ke lindur, profesor? Unë kam lidhur në Shkodër. Kam lidhur në Shkodër një familje punëtore, zanaçi. Zanaçi i cili kishte 2 diploma në profesionin e berberit. Një të marrë në vitin 1931 në Cetinje, të ish Jugosllavisë, Malizi, dhe një tjetër në Milano në vitin 1941. Titullin mjeshtër berber. Pra po flisni për babajin? Për babën. Nga familja ti, ai në 41-shin është kthy në Shqipëri për me ardhmën e familjes, hapi dyqanin
dhe dyqanin tonë kena trudhin të xhamia, përballë atij lapidarit, aty kemi dyqanin ku ka punu baba për një periudhë të gjatë kohë. Çfarë vlere kishte shkolla në familjen tuaj? Baba nuk ka kry shkollë. Baba ka kry Mejtep, 2 javë të Molla Media, dhe nuk ka shku më, por gjatë jetës tij ai ka ditë 4 gjuhë të huaja, sepse Karabacka, Makedon Ciril, italisht dhe është gjuhën e vetë nënës Shqipen. Dhe kishte dëshirë mu ma mësoj zanatën, me mori shegert në dyqanin e tij, ma mësoj zanatën, por na thote, nuk do të rrini me punu berber, do të merrni shkollën e lartë. Dhe faktikisht, nga një punëtor, nga një berber, mjeshtër, ai arriti me nërë, me faqet bardhë, me na rrit, me na lind, me na eduku, edhe me na dhënë shkollë. 5.085 me universitet. 5 fëmijë? Pa. Të gjithë shkolluar? Të gjithë shkolluar. Motra ma madhe, unë, kujtimi, vllau, Petriti edhe Drita. Pra të gjithë të shkolluar edhe profesion. Po nëna, çfarë profesioni kishte? Nana kishte shtëpiake. Por shtëpiake e kategorisë, jo shtëpiake fill. Ajo punote me qendrestari. Ai ishte mjeshtre e punimit të xhamadanave dhe kostumeve të nuseve dhe kostumit kombëtar Shkodran. Xhamadanin, Barnabekt, Kamsat, të gjithë me fije arit ose tërtil. Dhe sot të kësaj dite, Iruni? i kam edhe në shtëpi një pjesë e këtyre materialeve të cilat dhe me të cilat nana ime ka punu. Dhe inxhinieria studiusja Emilia Shkodran, Zenepet Dibra, Tophana, ka regjistru në Gratë Shkodrane dhe në zetë në librin që ka butur për kulturën shkodrane dhe zanatën shkodrane, një pjesë të mirë të këtyre veglave dhe fotove që i ka pa me sytë e vetë dhe i ka regjistru të nanës teme. Kështu që... Kohën si fëmijë, mban mend si ishte? Pasi se va. Sepse fëmijë nuk më ka lanë fort me dalë me shëtit me fëmijët. Përse kur i këshim për i vedit, me shku me dalë Dugaj, me marrë me vedi të fogën në biciklet e me ndalë të dyqani. Aty si shegert, me shi, me majtë mantelin, me qatë. Dhe më thonë procese të cilët ja shpetonin kohën e punës të ti. Po pse nuk linte dilje? Mos me marrë drejtim. Po në lëvishim ma tepër, se a i thote, për posë Dugajs, hunë kohën, me dalë me lujt, atër marën, du të me mësu. Dhe në këtë kornis, a i e realizonte, dhe më thonë, edhe edukimin, edhe ngullitjen në një profesion, edhe kohën që kishe për me lujt, e kishe të hodhë, sepse marketote, jo në kinema, jo në tjera, që a i vetë, ose me mërë dhe me vedi, kur ishte ndeshje futbollit edhe me pa ndeshjet, para mos me e lënë të shkutën. Cilët janë mësuesit që ju frymëzuan, që ju vetë bëheshit mësues? Mësuesit që më ka frymëzu të fillore, ka qenë Zysh Hajrie Hanmi, Hajrie Kraja, me gjithë të motrën, Zysh Milihan, 2 nga gra shembullore, 2 mësuese për cilat ruj respektin më të madh dhe ruj konsideratën dhe vlerësimin. E jashtëzakonshëm të dashnisë që mësuesi dhe mbi bazën e atyre vlerave dhe të asaj mirësjellje që këto 2 zysha, sidomos Zysh Hajria, sa ajo më të direkt, transmetote tek ne fëmijët e shkollës 10 Korriko, jam mundu me i përvetësu, me mundu me i zbatu, dhe në kushtet aktuale me pas mirësinë dhe më dashni. Për me fitu atë mënyrë të sjellonit dhe profesionalizmi që ata trashëguan. Tu e mbartë brez pas brezi dhe tu e evitu për me e bë më të mirën e mundshme. A kishin nivelin e duhur mësuesit në atë kohë?
ata ishin të jashtëzakonshëm. Ata ishin mësuese të jashtëzakonshëm. Ata ishin prind shembullor. Ata ishin të dashtëm. Ata nuk na frigonin. Ata zbërtiqin kur, vetëm me të shikume. Me na spjegum sin, edhe kishte edhe fëmijë që edhe s'dishin, po vishin edhe të shtëpia, bisedonin me nanët dhe me prindët e tyre dhe u lutën për me udhëzu, për me ba me përparu. Ata mësuese për mu lloji edhe tipi i këtyre zgjushave është i paritshëm. I kujtoj me mangjem dhe sa herë bjen fjala e mësuesit, mu më shkan menda të zgjush Hajrije. Se Hajrije Hanmi, kanë kënë hanëm Stamallesha për Istanbullit, nana e Fadil Krajs dhe Bardhyl Krajs. Po evolon, mësueset ndryshojnë, madhena ka kategori dhe kategori mësuesësh. Ka mësues që duhen me bën rrogën, me bën një 50 punë. Ka mësues që është i përkushtuar dhe është i vendosur si vajzët djalin, me dasht, me afru, mos me ranu, pavarësisht është i vogël, sepse edhe i runë. Dhe gjysë cili prej nesh, momentet jo të këndshme, i kanë memorin e kujtesën e tij. Po shqyqy që janë të pakt, edhe gjoja ma mirë që matë mend është mirësia dhe dashamisia të në. Si ishe të arsimoj si fëmi në atë kohë? Morë si mu. Po. Duke pas parasysh kohën, cilët ju keni jetu. Ai që duhet me mësu, mëson. Prindi që duhet me të vunë punë, të vetën punë, të kontrolët e detyrët. Ai ke mësu, po kanë pas i proces. Paktën prindimi. Më thote, a i ke ba detyrët? A ke mësu? Po. A ke ba detyrët? Po. Mine detyrët, që ke detyrë matematikë? Ose letërsi, ose histori. Ma thuj. Kontrolli. A ke mësu? Po. Ma thuj. Një bavi, ja, me mësu, matematikë, me hap librin, me mësu mësimin, me zhvillu detyrën, dhe masanej me më thanu, mirë po kje punë, asat nuk bëhet. A ke mësu pa, e të së ka lyqe. Sot, është ketë nërshë. Sot kanë hi element, banë fjallë, për vitin një shumë herët, a këtën, për 70 pistë për para, dhe tash ka ndryshu, ka elemente të cilat a i fitonë, se zhvillimi me dhe sa shma ndryshë, kurse andat kohë. Çfarë argumentesh? Kena pas dalë lojnat marra, lojnat që me thonë? Vëtë lojnat cilat nuk të mësonin apo të edukonin ashtu si duhet. Vëtë mësonin me veprimet të egra, kurse tash, ka tjetër. Çfarë loja është për shembull? Me lujt shka me cengël, ose me lujt rasa boq, çfarë lojnë është ishin ata, ose me llaç, ose me... Pse? Nuk ishte tje, ose top pecash. Shpia jeme, për shumë, për mburri, po papa në bletit që farë dojtë topash. Topat koqë të mëlaj, të blu, koqë e blu, me vizë, mirë pa, nuk i kishin tonë. Fati që në oborin tem, në shpi teme, ishte oborin malë, edhe më ljotë që tanë fëmija lagjet për me lujtë. Mirë pa, edhe e luj ishte morar se slashin, më ljotë tanë fëmija ma halë sa që me lujtë. Por, kështë që, edhe e ka pas bukurin e vetë, qefin e vetë. Se s'ke nostalgji për atë kohë, për ato lojra, se njerëzit sot i kujtojnë me shumë nostalgji, edhe i dëshirojnë që ketë një lloj rikthimi këto lojra, po them popullore, që mblidhte fëmijët, që... Nostalgji për atëherë, për të i pas të soqmit, nërshojshë, shumë lujtë, shkapecingël, ose elastiqe, ose pam, ose bis, janë lojnat cilat gjykoj në krahasim me këtë që janë full sot. E kupton? Aja është amëlisi se afron fëmin, i fut në rrath. Nuk janë dvequmë fëmija, janë bashkarisht. Dhe
e eliminën nga fjalët e këqija, nga bisedat e këqija, nga veprimet e këqija. Se jeni ambient në shtëpijet, jeni si motra vëllezër dhe jeni nën kontrollin e prindve të cilët ti ke shku me organizu lojën. Kështu që aja kohë është shumë të shamirëse. Por, ndryshojnë lojrat, ndryshojnë koha, ndryshojnë veprimet, edhe këto gjana nuk e dojnë një kontrol. Mirë po sot, pa probleme tjera, më marrë me ty. Pra, dëshira dhe qefi për ato, sepse edhe atëherë kemi zgjedhë shokun e shoqen. Se për ndikuj e filonit, një herë dhe ecë, a këpëtën, se edhe rrethin e fëmive që organizoshim dhe pranoshim të shtëpia, ishte njerëz të takamit që mësojnë gjanat mira, që shohin gjanat mira dhe nuk bartin gjanat veprimet qia. Kjo që, sigurisht, kur vite loja ishim lojë qevet, po sa herë kishim qef ne nuk mund të realizoshim, sepse ishim në nevojë tjera të familjes, që dasht e pa dasht, ishin të kufizume. Kurse sot, futen lojë, futen televizori, kompjuti, celulari edhe shohin aty që të faqanës, cilët e kena shumë keqë. Atë për mua jo e përshtatshme. Si u bët mësues? Më thot baba, që mbaron pedagogjikin, fill shkon mësus, del fill me rogë dhe në animon, kurse në gjimnas se dhja del bursa. Dhe kjo ishte vedim, nga për gjimnasi, 29 nënori, që ne një muaj gjys, erdhen pedagogjike në klasën e parë A me profesor Tomar Osmanin, të cilit profesorin e nderuar. Edhe sot është mirë dhe uroj festën atij dhe atyre kolegëve të tij, të cilët na kanë bërë mësim në shkollë pedagogjike, gëzuar shëndet e marrësit jetën e tyre. Si hyre si mësues, si është historia? Ishte historia. Mbarova shkollën, unë kam bërë mësim jo si zakonisht, sepse pa marru maturën në muajin e fundit, në marsin e vitit 4, merrshim klasat në ndërsim. Dhe na caktuan në për shkolla të djeqare, edhe fillore. Unë me një grup 7 veç, në caktuar në shkollën Gjeradin Fishta. Edhe më takoj me marrë klasën e 3 fillore me Zyrë Stelat e Komplikon, Rahmet i Qeqpirti. Aty ushtru me profesorin, mërshim klasën, bashim mësimin, qytarin e mësimit e përcjellësim klasën, bashim shënime të regjistër, çdo gjë, një mësues i rregullt, procedurat e mësuesit eksakt. Aty nollit një smundje Zyrë Stelatas, ajo nuk doli dhe drejtori i shkollës, Ahmet Qaku, edhe ai Rahmet i Qeqpirti, bisedon me drejtorin e shkollës pedagogjike Nuri Qaushi, edhe i thët që Muhamedin me malan mësues tu me amyll. Mos t'ja paguajmë raportin të latës, po t'ja paguajmë sikur, edhe mësimin e ban Muhamedi, e myll. Edhe faktikisht një ashtu mëna. Pra, ende pa kryer shkollën, po thejmë. E mylla klasën, kam shku i javë para shkollë, para provimeve, kam ligujdu provimet shumë mirë, edhe tash i priqim me marrë emnimin, se na ishim detyruar me shku mësuesa. Dhe mu emnimi me doli në shkollën fillore Nen Vajgjic Shal. Dogagjen. Kam shku atje një javë. Të mësuesi, atje ishte mësues Gjok Pjetra, dritë post. Po me çfarë shkove në Dogagjen, profesor në atë kohë? Makinë me shtylla, me zisa reportabel. Kam shku për herë parë, se kam shku në verë, se unë të flasë për vitin 63, kur shkolla ishte shkollë verore.
fillot e në mars, edhe mbarote në fund të torit, në 68. Arrivi mbas të vendimeve të asaj kohë 68, u kthy nga verore, u kthy gjithë sistemin shkollë normale. Shkollë normale edhe të liçare. Mbas kësaj, mbas 2 javësh, merr prendi nga Shkodra telefon manual, edhe thoj me lanë punën dhe më ardhë, te shet leni atje tëna edhe njësë për Shkodër se të ka dalë bursa. Edhe erdhe për Shkodër, ta njëzim, a thua kam bo për dësahat të rrugën nga një Mavriqi e marë Shkodër. Ku në ejtë në Dugaqin? Në shpijet fshatarve. Shpijet fshatarve. Ku ndaj? Si ishte, i mori i mësus i gjëk pjeta atë brëndë, të një dhomë, plashe të hashe. E hashe me majtën si djallin e vetë. Ma ndaj, erdhe në Shkodër, shkova në Tiranë. Mbarova universitetin, sa vinë Shkodër, më thojnë, mas 2 javë që ndaja një orë të misja, zëvëndsova Selim Islamin, profesorin, që ishte arë nga Tirana, me thojnë mu, ka dalë emnimi. Ku ka dalë emnimi? Në Breg Lumi Shalës. Edhe njerë në Dugaqin? Pa, edhe njerë në Dugaqin. Ma ndaj 7 vjetë. 7 vjetë atje? Në Breg Lumi Shalës. Po kur kam pas në Breg Lumi Shalës, thamë, ashtë i shkollët nuk i vjen ma as Shkodrës as Shqipnis. Po pse? Pse arsyja? Ishim 7 fuqim që morën 8 vjeqare. Mamet Shala, Filip Goraziu, Gjovalin Kolombi, Aisha Hoxha, Skender Haveri, Enver Zylja. Pra 7 vetë, 7 fuqim. Emrat jashtë zakonshëm, fakt. Të gjithë qytetarë në rrumë Shkodrës, të gjithë universitarë, edhe shkolla kishte 136 canca të vjeqarja, nërsa 142 kishte filloria, se ishte shkutën. A ishte vështirë, profesor, mësimi atje? Ja, vështirë. Mësimi e vështirë gjithmonë. Jo, flasë për shkak kushteve atmosferike, vështirësive të zonës. Eq, ato vishin, klasat ishin shumë të mira, me ato bankat vjetë të sistemit, po mësimi bajnë. Stufat ishin, më dhena, për dhe sa vite, fëmija vite me ore sa lërgë, dhe sa u hapen të shkollat anësore. Sepse në fillim, shkolla Bregut Lumit ka kënë qendrat e vjeqarës. Në Breg Lumit vishin nga Lekajt, nga Gimajt, nga Nermoviqi, nga Vuksanajt, nga Lotajt, nga Abati, nga Pecajt. Pa tanë vishin një orë. Gjithë në këmë? Tanë në këmë, një orë i qerek. Në këmë. Edhe më dhe unë qenë prapë i orë i qerek me shku atje. Mësimin e filloshim 9. Po ju vetë, e kishit afer vendin ku... Nda flashim shkollë. Brenda në shkollë? Po, me hek 2 klasa, banket, venda dyshek e shtetën draset, edhe aty flashim. Aty ishim edhe i stufë madhe, shporetin që bashim me harë bashkarisht. Po si thunë, nuk ishte e vështirë të flesh ashtu? Po, të gatush ashtu? Po, e vështirë. Ajo vështirësia është zakonshme, po. Si ishte në shpi, si kishe kushte speciale, por aty ishte vështirësia. Por, me rini ka përcehet. Me shëqni, po, Bregu i Lumit, unë e kujtoj me madhe shkollës. Kanë kënë rrëth 30 e sa intelektual. 30 e sa intelektual. Me doktora, me inxinjera, me agronoma, me mësues, nga të në zejt e të në profesionet, aty ka pas. Sepse Bregu i Lumit ka kënë spital, ka pas dentist, ka pas mjeshtër, farmacist, doktora, kirurga, në zanë, shtu që ishte i qendër e madhe në spitali. Vishin më lëtë. Por shamu farmacia. Farmacia ishte Bashkim Laçi. Farmacist nga Shkodra. A i kishte në farmacinë e ti në Bregun e Lumit, i Laçi që se ki gjenshë në gjithë Shqipërinë. Se i kërmudot e nga Vera, se nga
15 qershori. E deri me 1 shtator, 30 shtator, rruga ishte e hapur. Dhe mas gjysmë shtatorit e mbrapa, një ngric nuk kalote makinë më. Gjallë nuk kalote. Keni qëndru të izolum? Pa izolum, 9 muaj. Vetëm gaz një vëq, në kam, nga bregu i lumit, shtegu ishte, me dalë në theth, e me hypë shtek dhenve, e me rapë bokë poshtë, në lugun e bokës, e me rapë të makina. Me dalë në kam, prej bregu i lumit, me shku në lysa mjënjit këpres, me dalë qafthure. E atje ku sot ledhen për turista, pina, hanë, na e kena pas pikën e kalimit për me ranë bokë, se lupshat, se vjen poshtë, e të jitë për pjetë, qafën e boshit, përbi në mavërish atje, dhe ishen qafë boshit e bishen ngërmirë. Malshoshit, në firë, këdërshirë edhe me ra poshtë, në prekal edhe ushtarit e vashë. Shtegun e dhenve kam kalu 11 herë. Qaftore kam kalu 53 herë. Planin e kam kalu 3 herë. Kirën e kam kalu 20 herë. Të marrë rrugës. Kam kalu edhe nga bregu i lumit, në Vuksanaj, në Bras Shoshit, ka tonë të plan, lumë shalës, ja aty ku bëhanë sot, që mbledhë zevgjeta kompani që kanë atë klubit, kanë dalë me tapë. Dhe kanë dalë, ishte një fshatarë që me dalë 5 dhe në mërë të ka 100 lek për me kalu trapin për bashkot. Ashtë e pa me. Pa bregu i lumit dhe të kohë ka pas ajkë profesionistës Shkodran e profesionistën të kryer universitetin ndek ndryshme. Dhe gjithë këto shtigje, u gjenën në herë në rrezik serios, profesor? Manë me në rast po them. Kur ishte shtigje të vonë, ishin momente të rrezikshme, komiteti, kryetari i komitetit s'na lejote dhe na ndalte me polici mas Melvis. Jo, them, kur i ke bë, kur ke ecë në këto raste, kur... Në kanodhë, po si? Në vitin 1969, 28 dhëtor, deri me 28 dhëtor kishim mëllë të shkolla dhe kishim lënë datën në ardhë. Mirë po, erdhen nga ta në zona për me shku në Brekle, në Shkodër, për vitëri. Fjetëm atë datë në shkollë, shtrovaja 300 batonije të aksionistave që i kisha aty roje, i shterime tonë për me fjetë, mo bëme gati, kur qona nëndi, qonë 4 sati, kur shaf vetin, që ndodhë më, kishte filluar, ishte i plambor, të fiksa, qonë në mërë, o banë si boja. Mas Melvis, thoi që ka borë shumë, na do të njësena, në rrugët, në nali, policia erdi, këthenu, atër u shkuva kryetar kënë lokalitetit, ka kënë kolloshi, pas dritë, i shkuj të sopletar. Të lutëm, në djena njësë për me shku në Shkodër. Me në njoftu Shkodërën, që makinat, jena 40 vetë, në njësi një makinë madhe dhe në bokë që të në marin tanë. Edhe të në presin dherë kur shkojmë. Aty kena zitë e vëllinit. Zitë e vëllinit. Pse? Fatë mirësisht, borë, paruk, të në tri, vajzat të rejtë, granë, nusem. Se ditë gjë, kur kena mërinë atje, e farë me fitë gjilbegu, me të gjithë shpirti. Ishte të shkolla atje, me na futë kom të lujtë zetë, me na dze, e me na pritë me makinën për marë Shkodër. Ai që ka kalu atje, me ecë dhe 11 orë në kom, se 5-6 orë ka keni i vdekun. Sa metër borë kishte gjatë kësaj ecje? Po, kësaj rrallë për shumë që edhe 2 metra, edhe 3 metra, por kur kishte borë shumë dhe ishte e qinë në rrugë,
fshatarët na jepshin rrath. Edhe nuk Po, e fuqim rrath e kamerë. mbaj, heke. Rrath, veshim kamerë atë, e lidhshim edhe rishim me kamerë. Po nga që nuk ishim mësu, me që me ecë për 1 orë, na bëshim 3 orë, se si ishim mësu, me ecë me kamë të hapuna. E kupton? Ose me që kamë në nëllë për vetë. Por, ato pështoshin se nuk leshin mu humu, mu fut, se ishte bora re. Edhe ishte bali vogël, pylla, Arritet që ta bëni gjithë 40 vetë? të tonë. Nuk është se mbeti dikush. Ja, absolut. Ne rrishim, u ullëshim e pushoshim, të rekshim një tjetërin. Ishte raste për shumë. Si e tërhekni? E të rekshim, mërshim me vendi, me lidh, me bajt. Me bajt në shpinë. Po pse? Po s'mujta më me ecë, barova. Të merë, ata kanë këtë. Ki majt do kënë? Pa, e ka majt edhe bile, ashtë në sukse në rumësh, shoqe e imir. Sa orë, sa kohë e ki mbajt, thëmë ashtu? Ja i orë sa. Deri që i kam dalë nalt. Kur kam dalë nalt më dhej, kam marrë rrypat e shokëve të brezit. E kam lidhë, kam vu setren në vedi, jena lidhë bashkë, unë me i hu, e kam ra vlaq dhe poshtë lukinës. Ato më dhe këna e së kam. Sa ishte kjo? Pjesë të poshtë, sa? Po, ja, 300-400 metra. Të kishte edhe vend pushime, se me kënë kretë shtu, shkoshim pishin, si e puna e bregut, e shtegut dhenve, aja të bërshme. E ko kena të bërshme. Pse? E të bërshme, ishte të pisën, pa mësu asnjëherë, pa ravllaç asnjëherë, pa vite zërë, me thanë që nuk di, se i bishin tonë, drejtori nuk din. Pa, më banë të cëpëlliv, fati pështova. Ja, si puna. Se u përplasë e kënë si ishte? Në përborë, të në tesha të shkynin, karikatin, përsh qopë për atjera. Por fatmirësisht, djerë gjallë të mira. Qëfar ju ka dhenë me shumë knatësi nga jo kohë? Knatësi. Atje ishim të izolume, të ndretën. Tanë kohën të izolume. E shifshim borën qaftore për një traktor. E rrite rruga e blokume dherë në 15 qeshorë. Dherë në 15 qeshorë, tanë kohën blokume, vetëm esim, e kur delte rruga atje, traktori, që e shifshim prej të dherë shkollës, atje shpat, një atje ku kanë bo, ato tunelet që ka artiqet shumëta, një aty shifet keret. Edhe bile fëmijëve të mirë, njerëzit të mirë, djalit, kur shumë atje, a shef atje, kishe marrë i palë dulbi, shifet dhe mjaja kuqa, një aty, a shef ato dyshtë, një e shkolla babit të. Mirë ba, së periudhë e vështirë. E vështirë. Për kohën, se të rëzbajmë se. Të shkolla bëzhele. Shkollat janë ba, unë që kam pasilu, në periudhën e mas vitit 1968, që kena hapë në çdo fshat shkollë 8 vjeçare. Vetëm Shalje në hapë disa shkolla 8 vjeçare. Në Lysë, në Gjimaj, në Mavriq, Lekaj, Abat, Nicaj, Pecaj, Vuksanaj, Lotaj. Të tanë këta shkolla, para 6-7 vishin fëmija në Breglumit. Fillore kishtë atje, po 8 vjeçarin në Breglumit. Nërsa mas saj u banë në hapë. Hapë me klasën e parë, do në klasën e 5, ma dhe 6-ën, 7-ën, edhe 8-ën. Ju vjen kesh që Ku sot? kishim mësus, kishim më mësus, pa mësus. Letër ministria, të gjithë nxënësit
që kanë marru me nota 8 në sistemin 8 vjeçar, ne i shifni, ne i programoni, ne i bani me listë, ne i kontrolloni që t'i fusim pedagogjike dhe në 7 orë t'i fusim mësuesa. Edhe kështu bëma. Me klasën e 5 u futem mësuesa. Jo vjen keq që sot ajo zonë është braktisë, shkollat po mbyllen. Jashtë zakonisht keq. Shkolla jame për shembull, që ndërtuve në theth me shkumi pasat skandalit vëtë ballit zët. Skandal, zhele. Shkova pash, 1 mësus, 2 mësus, 7 fëmijë ishin. Shkolla Bregut Lujt, Parish Kret, me Temel. Shtëpia e Kulturës atje, shkolla skandal. Atje s'ka absolutisht se si të vazhduhe me shku, kja gjendjes katastrofike. Për mu, sepse unë Breglumit kam pasi 1967 dhe 73, kam pasi 158 fëmijë, vetëm 8 vjeçare. I 128 në fillore. E sot, as 50 fëmijë s'bajnë të ndu gagjinin. Në shalë, shpëlt. Po, kanë rënë poshtë, janë sistemu, gjithë kush lufton për jetë më të mirë, ku do që t'jetë, inshallah e prinë sot i marë, ecin në rrugë të drejta, në nashmeni, me punë, me djerës ballit, dhe përparojnë ecin. Kur erdhët në Shkodër me pas? Në vitin 1973. Në cilën shkollë? Tradicionun. Në shkollën pedagogjike. Dhe sa qëndruat aty? Pedagog. Kam punu, në vitin i parë kam punu në pedagogjike si mësus, në universitet kam ba i jashtëm. Ma ndaj në vitin tjetër mëllë me pedagogjike, kalova në universitet, fakultetin edhe histori geografia, kanë kënë bashkë ata, shëpdeket për kryetar katedrët histori geografisë, ka kënë profesor Pjerin Borici, ka kënë 13 vetë që këna ba mësim në të. Pjerin Borici, Mendu Dërguti, Manol Tasallari, Mohamed Shalat, Trifon Ziu, Selman Sheme, Rafael Lipe, Shefikat Burazeri, Rifat Talani, pra të gjithë të kënë katedra histori geografisë. Aty kam në 3 vjetë, më përcollën. Pse të përcollën? Në përcollën për arsye se gjoja ra numri studentave, edhe si rrëdhoj të të shkurtohen. Mirë po, me të thënë të drejtën, unë kisha ardhë për edukagjinit, kishe kry, unë ishe universitetin, rezultatat dhe vje ishin shumë të mira, se nuk më qoshin më në universitet atë. Po lejnë për me kalu në universitet e mërshim nga Komiteti Qendror i Partisë, miratimin për me kalu. O që më lënë në tjera. Dhe ku shkove? Atëherë më qunë drejtor shkollët Mesmi Selim. Posërim? Posërim. 4 vjetë. Më ndajna për aty, kam kalu gjimnazin 28 nëntori. Po, që sot është 28 nëntori. 28 nëntori. Nuk doshin me më aparu. Po pse? Sepse ishin problemet për tyre. Qa, biografia, them, me qa lidhe? Doshin, unë i organizuar nuk ishe. Po njoptën nuk ishe. Aty ishe shkolla herojve dëshmorëve, kush keme vut, atë dy këtë kuadrë, 7 muj ka dhe në nësirtarë. Deri sa erdi dikush nga Tirana, kërkaj ku i tu. Po pëse zbatohet vendimi, me në ditet, thirën, morin, e punën, edhe fillova punën. Nga gjimnazit dhe nënori, edhe kam najma deri në 88-89. Pra, se 11 vite i bje. Edhe në fund, ajo u dote
por fati puna na kishte shku marë, rezultate kishte, me dojshin, se me atë situatë e hashe tekun shpejt. Qa kujton në moment të vështirë Shtirë, gjatë sa i periudhe? 54 herë mbledhje, vetëm e pranu fajin, që ka faj shkolla. Jo, parri të kjo që do ta, po them, kisha në moment për para, për shembull 60 djetori i shkollës? Ja, ata kanë kënë pika kulmore, të bukara, të lodhshme, 60 djetori i shkollës ka kënë një pikë kulmore, 10 antarë bëros politike kanë kënë. Po, të është dasht me përzgjedh apo jo Nxancit, për shkak të biografisë. Pret, Si është aja historia? përzgjedhje, aja ka kënë organizuar. Shiko qenë me komision, për me pa listën e nxancave të gjimnazit që do të ftohen në mramje, ka qenë një komision, 4 vetë, që i kanë marrë emën për emën, nxancat që i kanë marru gjimnazin. Kë pa, këtë iqë. Dhe nga totali i 11.000 sa maturantave që kanë marru në atë kohë, kena zgjedhë 2.000. Ata, komisioni. Dhe atë në listë më dhe ja kanë qurë organeve tjera për me ciklu e për me i vu Po pse u përjashtoshin këto pjesa tjetër që mbetshin jashtë? Ka thona, janë burg, ja familje të klasumsh, ja tjera. Pra, çështje biografie. Po, tanë forcen, që është shkolla e herojve të shmorve. E ju ka rëndu ndërgjegjën, them, kjo gjë, pavarësisht se s'keni kanë pjesë direkte. Po si ka rëndu, se ishin nxanca të shkëqyre dhe me medaljone, dhe nuk janë thirrë. Kjo është shumë parimore, më vilem ndodhi, pa me festën, një moment i këndshëm. Erdhi Shoku Ramiz në 87-ën, kur shkolla morë me titullin e heroi punë socialiste në Korçë, në rastin e 7 marsit të vitit 1987, 100 vjetorin. Po, dhe ç'a ndodhi? Edhe erdhi, e morëm atje, edhe erdhi në Shkodër, pas asaj Shoku Ramiz u bë president, edhe erdhi me na uru, edhe këtë edhe shkollën. Me të thënë vërtetën, në porrë të jashtë të e përcjell, ishte laçej. Edhe e thret. Shoku Ramiz kjo është historia e jetume. Edhe e thet hajde o ishte laçej, hajde o shkencëtar, se ty të takon neri që i nxansi këtij gjimnazi. U afru, u përshtet, tha, një ashtu është Shoku Ramiz, po në klasën time, tha, kam pas, tha, nxansa më të mirë se vetin. Ua, po kush është dhej? Doktor Ali Spahia. Po ku është? Nërhyna unë, është di gjë, nërhyna unë i thash, nuk është thirë i thash, sepse ka pas karakteristike të veçanta. Ma gjenë shpejt. Edhe këtu u la, e përten, para, pse të banë të punë? E ishte edhe shoku mu, që me të thënë të vërtetën shumë të shamirës. Me të ndimu, me pas shkolla, me të heket plakshtinë. Janë historie emocionuse, se i pari vendit kërkon. Hyseni, titi me i njoft karakteristiket dhe me thonë me livduj, jo veten, po livdoj shokun e vetë, ajë që realistisht e kanë më mirë. Dhe erdhi Doktor Ali Spahia aty? Ja. Me që po themi nuk erdhi. Ramiz Alia tha që ma thirrni. Po thirrni, po ishte kohë, ai ishte në dalje dhe nuk kishi ku ta gjenit në atë moment. Kur pëlqej. Pra, bëhet fjalë për Doktor Ali Spahin apo jo? Po, Doktor Ali Spahin, me të cilin edhe punova në Mreklumit. Ndan në një moment me Doktor Ali Spahin? Po,
ditë natë. Një histori që mund ta ndash. Ai ka keni qetur dhe njeriu që çdo herë kur nuk kishte me kemë shku, si vite thirrje, vitet e pegjerja, ngërsite, qohë, thote, merr elektrikun, hajde me mu me më shoqënu me shku në filan vend. Sepse për kohën kam qenë shumë i shkallët dhe shumë i fuqishëm. Edhe shkoshim natë, e vizitohet e krytëm punë edhe u ktheshim. Ai ka qenë jashtëzakonshëm. Ai çdo kohë. Jo vetëm mu, por të gjithë. Pavarësisht edhe lojnat e tjera që... Pra ke shoqënu gjatë vizitave mjekësore atje? Një pjesë mirë vizitave, që do mos natën. Na tregon një rast me ndonjë pacient, ndonjë rast konkret. Ata, të kena për shembull, kur na urrëzoi e mësuesi, që na urrëzoi në Vuksane, atje në Rej. Me përgatit sallën me operu. Aja ka kënë kulmi. Pse? Kishim sallën atje. Me Shkodër ishte shumë e rrezikshme. Atëherë vrap infermierin me shi, me fut gratë sanitaret me la të rasat, punëtorin me ly ngëlqere sallën, tjerti me vu fryset për me terë edhe me përgatit sallën aty. Drita s'kishim elektrik doret, ata e realizme. Pjetër Pepa, doktori Adhaj, me pinca, me piceta, me ato veglat e operimit, Pjerik Google, drejtori i spitalit, bashkimi farmacia, tanë grupi, dërmëret të ishe edhe unë që mashe dritat, se unë s'kishë gjatë, veshen gjykës. Edhe folim shtaj jetë gjatë. Kush e solli atje, deri aty, nga vendi kur? Vigu, fshatarët në Vik që qënë 2 hoj, gjatë, batanije, kapën to, rrët 4 vetë, edhe jepi vetit vrap. Sa orë? 3 orë. 3 orë kanë bërë për tasje. 3 orë. Se ishte për pjete. Se ku është ka poshte, do të gjeta njështë fort, që i kanë gjujt e forta, se shkon, thënë qafën të rëzën. Si ishte rrugë karocet, po ishte rrugë malit, edhe du të me dhejnë pozicion të prirët për me jetë së Vigu. Profesor, a u përdor arsimi si filter ideologjik në komunizëm? Të ishte gjithë të linjë, e njajnë e linjë ishte. Ishte linjë, jashtë shërbesës ideologjike nuk u fuqet në të rrallë. Ishte e pa mundur? Ashtë e pa mundur. Njerës të tjithë, edhe ato që ishin me përbamje në familjet qia, do mënë keqe, s'kishin si shki. Të disa dhe i largun nga arsimi, një pjesë mirë, që mendojshin, por në faktikisht ishte ma keqe, sepse ata ishin mësuesit më të mira. Mësuesit më të mira. Të më jashtë zakonshëm. Unë i bën gjatë burë, ka pas një mësues fizike i fara Aldo Dabrdaku. Drejt pas. Mësues i shkëlqyer. Djalë jashtë zakonisht i mirë. E përjashtunën? Jo. Ai erdhi atje, në Breg Lumit. Edhe kishte frikë, kishte një radio të vogël, ishte pru për Italijet, edhe kishte qepe një muzikë italiane, ose Kupe Vacha, ose Rajnë, San Remonë. Ai kishte frikë, sepse me kisi luptu dhe për më pushojnë prej punët, për më pusin në Hamburg. Mirë pa lete të dhobë, se flashin bashkë dhobë. Shkote dore e levicën, me në gjuhë muzikë dhe ka kështë. Mirë po, a i kishte i gjatë tjilë. Ishte për fizikin, erdhe dhe në Shkodër, e nuk ka pas mësus, janë duke qenë, pas në Shkodër, që ka zhvillu të gjitha punët e laboratorit, që ka programit të vjeçarës. Maj duke qenit. Një kohë që në gjimnas Shkodërës, shkolla ndër shkollat më të mira të Republikës, nuk kena arrit me realizu të në punë të laboratorit. E nësë që ti radion? Po, tjetër. Nësë edhe unë, po tjetër. Po, problemi ishte që
Si ishte kush, se shkolla ishte ndalt, po dhe me frikë se të kapshin edhe të përshite vala. Ka që ishte. Për të ardhur në vitin, besoj 1989. Që është besoj edhe mbyllja e kohës si drejtori i shkollës 29 nëntorin atë kohë, 28 nëntori sot. Pra, tha që keni qëndru 11 vite si drejtor në atë shkollë dhe... Për aty, unë me vetën time... Si është historia fillimisht? Çfarë ndodhi? Ndodhi 3 nxanca të vitit 3. Adnan Mehmeti, Arben Maliqi dhe Shkelzen Mesi, 3 nxancë të vitit 3 të gjimnazit. 2 të partë, Adnani edhe ky Mesi ishin të 29 nënorit. Nërsa Maliqi ishte i Osokukës. Dhe çfarë bën? Ata bënë i tillë, përgatiten për me qenë të lirë, për me pas liri menimit dhe veprimit dhe bërë që atë ata, si pas gjykimit të në, ata ishin përgatit për me thë kufinin dhe me ikë në botën e lirë. Dhe ishin përgatit të lulishta gati 2 muaj, si përgatit, margarinat e 200 familjeve. Ka 200 copë margarina për trup, për veti, për njeri. Dhe në momentin që të shkoshin, ata lyshin trupin. Arsyja, a shumë se kam ditë, po ma kanë spjegu vetë, kur dolen, ato për me lyjt trupin, për me myllë porët e trupit, në mënyrë që mos të ngarkohen me ujë e të randohen në gjatë kohës që i donatonin në për liçenin e Shkodrës. Edhe, kështu bënë, i ditë bukur, në në gjysë mamës, aty me bicikleta në Brektarënës. Janë zesh, kanë lënë aty, edhe janë nisë për me kështu në liçe. Dikush i ka pa ditë. A i kanë pasë, tyra. Edhe i kanë gjujtë me pushkë nga Tarabushi. Sen Maliqi, një 90 i gjatë, sportist, ate ka plumi. Këta 2 të shkurt, vëcër, ta lotoj s'kapen. Njëri vra, tjerë i kapen. Cili humbi jetën? Shkelzeni. Shkelzen Mesi. Ai të 2 janë, i futën në burg, i lidhen, edhe mi prunë në shkollë. Në një, mërë në telefon, prej komitetit e partisë, të urgjent, po që e bëmër, që ka nëllë, ti si për shkollë, ti si për drejtore, ti si edukan mirë, po që ka nëllë, ka një këfija dhe që ka po, po të qarë, të ke fajti. Se keni eduku mirë, unë jam të 9 gjysë, 10 për qërë kam 2 fjetë me gru me fmiti, shpiteme më, që di unë se që bajnë, fmija, në për shpijat e veda. Por përfëllëmisht, 54 herë më ledhje. Ja ka kënë periulla ma vështirë e punës teme. Si ishte Shkelzen Mesi si nxënës? Djallë shumë i mirë, sportist shëmëllorë. Së ditë e zani gojës, kurse këta 2 tjertë të shkathë, që ka i dura në kotimin e mirëfit, ishin të dashën me tanë fmitë. E këtë? Për këni, në aty, kur mi punë shkollë, kanë kënë të lidhën në brejkë bajet, me tel, me i kamion, mrapa, edhe të durët janin, djatën janit, me tel i stiqamës në brejkë. Palesa dejnë, me nxansa, u ba gjyqi. E thamë heqem, s'kjellë. S'kjellë, thamë. Edhe veshë e thash. Se hi në klasë atë, fëmijë ta
kanë varza atje. Aty gjojami Damasku. I zorën para gjithë nxënësve ashtu në mbathje, banje dhe me duart lidhura. E zgjidha, ja heka. Po pra, fillimisht i sollën të lidhur, pavarësisht se edhe mathi banjet. Mandaj u veshen. folën ndonjë fjalë apo? Po, kush ata? Ja. Vetëm u çoshin me. Unë kam thënë vetëm kaq. Si tash e kam të regjistruar. Keni gabu, keni bë faj, ju mund të kaloni këtë dënimin, por rëndesa më madhe do t'jetë të prinde juj, sidomos t'ja dënë, se ke edhe babën edhe nënën mësues. Edhe t'ja rben. Që e bune, ata i majtën në shkollë, u më gjetën vedhen me më largu për shkollën. Edhe faktikisht që është të mlu. Dojshë me çdo kusht me detyru me thënë që kam faj. Po i s'kam. Jam gjë mirë nuk është gjë keqe shumë, se në tonë shkollët të gjimnazit tonë, me emën, me nolli gjatë tillë, është shumë e rëndë. Me që do të, kjo ka nollë. 54 mbledhje. 54 mbledhje. Shkollë, byrot partisë, komitet partisë, komitet ekzekutiv, të në fund, byrot partisë rrethit. 84 vetë kanë jenë, sallën e madhe. Me në kry, shokun mua thani. Dhe çfarë thanë aty, shkurtimisht? Aty, ja 3 vetë persona, që ti s'po du mi përmend, se kanë marrë që i ka taku, s'la gjë pa më thanë, dhe vetën time më ndojshë, o të pa fusin burk, o të pa më qojnë punë korruptojse, ose preshtoj për punët. Tunel. S'kishte tjetër. Në gjimnasta nuk do të rish ma drejtorën. Kam qartë dhash. Se kam shku me në balë që do të rrish drejtor i përjeqëm. Shkon thët drejtor në shkollën të vjeqare Salorili. Tanë forcen edhe kam lëvis nga vendi aty ku ishin në pozicion, a ishte shoku mua atje, kam shku e kam rokë. Shtova më qlirova, se thash, nga aja që mendojshë që përshkaj këto, më qënë drejtor. Prej aty më dhej, 9 vjetë e gjysë, kam kati 10 vjetë në Salorili. Si e përjeton një mësues, një drejtor, kur një nxënës humb jetën në mënyrë të tillë? Shumë, s'kam ditë me taku t'jatin, se ka arë disa herë me më kërku, jam pa përpjek me nërmesu për me gjithë kufumën, me atë policin që ka pas kufi. Shumë e rëndë, është zakonisht e rëndë. Me një nxënës. Momente të cilët ata, më dhe kur kanë dalë, ata kanë ikë, që iken, i denun, me burk, i lirunën, trimë, më dhe iken në Itali, për Italijet morën telefon, dole në televizor, në falle, në këte, të mënë kuptimin që ato ishit penum, për fajnë tonë, hangrit edhe drejtori, në këte. Kemi arritë që ta takonit babajnë në Shkelzenit? E takove? Po, në të momente po atjetur. Qa të tha? Sfita si fjallë, vetëm qate. Vetëm qate. Është gjetë trupi sot që flasim, apo nuk e ke ide? Duke që po. A i patlan fjallë e polisi se e takova me atë polisin kapterin që kishte makinë atë motobarkin e liqenit, më dhe se qa bo, të ndrejtja. Kurse këta dy tjertë, ta i takoj shpesh, ta janë qënë mirë. Cilat janë disa nxënës që kanë lënë bresa në shkollën 28 nëntori, po 29 nëntori? Shkolla ka pas nxënëse shumë mirë. Unë vetë për shembull, si mjetë gjimnazi 28 nëntori, ka marrë 11 medalje arit, është një ndryshim total. Unë, në shkollën teme, medalja parë që kena dhënë, mas që kam ardhë unë e pëtën, ka qenë medalja që ka fitu doktor Arden Dajti,
shoku të Shamiri, doktori gjithë Shkodrës, djali mrekullueshëm. Medalja parë e ka marrë në vitin 1979. Malaj kanë, të sa kam ndaj unë, janë marrë 11 medalje arit. Vajza dhe djem të shkëlqyer. Për shembull Josefina Çoba, Topalli. Josefina Jozi nuk ka marrë medalje arit. Ka dalë me të notat të shkëlqyeshëm. Por, biografia, sepse për me dhënë medalje e arit, gjimnazi, dhe gjithë shkollët, ishte kritere në bazë rregullore të shkollës. E para, ishte formimi ideopolitik i vedi dhe i familjes, që ajo nuk e plotësote. Të nga notat 10, në të nga landë dhe të nga vitet, se të shkondërshu, që edhe në i 9. Që Josefina i kishte, zonja Ajo i kishte Topalli. ajo s'plotësote vetëm këtë të parën. Edhe ishte koherente, edhe i jati, edhe ama. Në dansa shkëlqyeshëm. Por fundit, si zoli bursa, mas 5 vjetëve i tapin drejtën me shku në fakultet matematikës, por që dhe me thënë, matematik, ajo shfituse olimpiadet, shkallë kontare. Ajo doli shumë më mirë me rezultate, se në gjansa që i kishin marru ditën, edhe kishin marru mërëndë e asaj periudhë, një ati viti. Me 5 vjetë vanes, edhe doli shumë më mirë se të anët. Pa që tërkon, se ajo kishte bërë. Kë kujtoni tjetër, si zonja Topalli, themën? Topalli. Që janë edhe figura sot. Akademik, pa. Mi Moza Hafizi. Moza Gjugjej. E shkëlqyer. Medalje në gjimnas, medalje në fakultet, medalje në Universitet Paris. Dhe dorëzimin e medaljes së Parisit ka arë në Institut Shkodër dhe ka dorëzuar presidenti Recep Mejdani. Dike tjetër, kë kujtoni? Këtë dush, Arben Pepa, doktori, kujtoj djalin e doktor Nart Qirs, fizikant, punon në institutin ANSA, në Kaliforni, Petr Karamitri, 11 vetë, janë të cilës kanë marrë maturën dhe kanë dalë. Ka më në zonë së tjerë për shumë, Zana Gjuka e shkëlqyer. Aja u të krasu, sepse i ku i vllai nga Komani, vlla prej nanet, e Hamrika. E Hama ishte lektore në aparatin e Komitetit Qendror të Partisë. Punote në zyre me shoqen e Dulës, edhe e punën në Shkodër, më në shaqen. E sa hori. Ma dhe më bënë bo pedagogë, ma dhe aja 5 vjetë, si dhe shkollë matematik, shumë mirë, u bënë zëven spinjiste e mojtës, të është të disën. Por, historia gjemnane në zansat shumë mirë. Si e përjetuat ndryshimin e sistemit? 90-91, kujton në moment të vështirë? Të s'kishim vështirë. Ajo situata Cila situata? Sarolili, ishe atje. Vetëm kur shifshim flakin e tymin, odhena o qatrafilun të tanë. Të manë që ju vu flaka edhe u vranë ata. Atëherë, ishte ora komizita dhe programi mësimor Romeo. Po, angazhimit, se një pjesë që e kishin marrë dhe print, disa dhe se kishin përu në shkollë. E këpëtan, ishte i situatë të tjilë. Po, në normalizus. Po në 97-a, kishte në një moment të vështirë, mes asaj rëmuje? Aty rëmuje, po aty, se aty vishin vagabondat, në ka varzat. Me sulmu në vajza, se shkollë pedagogike nga fshatrat e tjera, nga rrethet e ndryshme, dhe përqeset nga më të ndryshme. Kujton në një moment konkret? Më shumë vështirë, vjen një djalë nga Trushi, nga Bërdica, patkesisht që lova ditër eroje, edhe s'leshi me dëzhur ditor, edhe leshi i nëzans të dera. Edhe i nëzans ishte Njëstat Dragu, nga Vermoshi. Ai
një djalë shumë i bukur, djali Pjetër Dragut, Kelmenit, në Pushtës, djalë shumë i mirë. Ai se la i vagabond, ja futi shput, se do të me himeren, në Pushk, ndolla unë, mbrojtje. Aty më garujt tjera kush, se kishe mujt me shku, si puna fiqës. Edhe kaq hini në altë atje, drejtori i tha, dhe drejtoria i tha, më falë, kërkoj të falën. Ishte me orë, pikë gjakët s'kam pas dorë. Iku ai, kur po dalë të ura bunës, sa mërë këthesën edhe, që a kërësita e kanë që përboj. E vranë? E vranë. A ditë? A ditë. Po qa kërkoj aty kur erdhi në drejtori, kur... Qa tha? Edhe ty personalisht, qa ju tha? A i kur qajnë, pse në rrënë më tha mu? Po në gjasi jemi, më në të gjasi shkollës. Aja ka vërë me kry detyren. Aja do të një vajzë. Me ka pe grabitëve, punë të tënë. Aja se la. Unë dolla në mrojtje. Ati ja vëti shmët, unë vap. Që di, zoti, se shkrepi mushken. Se do shta masisha. Janë elementet që së mund të përshkrush. Janë momente të lahtashme. Ma dhe, vese rrjedha, haqë tjeta. Do të me kënë gjeftoft. Qa dhe të njollin, ishe edhe mësus ditor, dëshur ditor, edhe kishe në zansin tem, edhe veprojmi në zansin tem. E dykur do t'i do të zëtë. Dhe të këtë rast është mësusi. Si trajtojnë mësuesit me pension? Pensioni jem është shumë qesharak. Jemi dhe bashkë mëshatarëve të mi. Në bazë të letrës, librezës e pensionit, me 40 vjetë punë. Pensioni bazë, i jemi, ka dalë 173.000 lek. I shtohej 3.500 lek buka, 1.500 lek, 700 lek, që ati që dhe pensioni përfallimtare, i jemi, ka kënë 178.000 lek. Vjetra. Qesharaka, po jo? Kam punu skandal. Kam punu... Gjithë këto që të reguat. Po mas me një mu. Puna mas orari mësimit, në shkollat tjera. Dhe pagat që ka dhonë orë të mësimit, që kam bërë të gjimnazi Skutari. Gjimnaz privat. Gjimnaz privat. E du shumë kesh. Si vlerësohen mësuesit sot? Sa vlerësohen? Si trajton shoqëria shqiptare? Shoqëria shqiptare poshtë. Me paga, por të i krahasu me atë tonën është nata me ditë. Se sot për shembull, një mësuese filloret në 4 klasë kolektive me 400.000 lek pension. Në kena dalë me 170.000 lek. Universitetin, pedagogë në universitet, kam bërë dhe shkollat, tëra shkollat, ciklet i shkollave, i kam kalu, vjen pune, thuti, a merë 170, jo ma, nuk i marë. Por çdo shtesë që bëhet, çdo pagesë që bëhet, mi bazën e kësaj page. Ka autoritet një mësues sot? Si trajtohet nga shqiptarët mësuesi? Jo mirë. I diferencoj mësuesat. Qyrin me dhanë, nga që ku shko qyrë, i ke pas mit, i ke dhanë shpirtin më, për me mësu, për me eduku, për me arritë rezultatin i dëshu. Si është arsimi sot? Arsimi shifet në 2 plane. Na të janë të zbatu disa gjëra që mendoj që nuk janë të mira. Pse? Për çdo vit ndryshon murdhoni. Për çdo vit ndryshon programi, ndryshojnë tekstet, ndryshojnë çanta më të ndryshojnë.
cikli, ndryshon. Vjen pakete, merr dikon, fote. Për te kështë e gjallë iku. Vjen dikush tjetër, hiqe kete, po që, Allah sa vu në provë. Sa është realizu. Ku e ti, sa është kjo më mirë më keqe. Kështu që asket, edhe po ati mishmash. Shkolla. Hiqet shkolla për 3 veçare. Heket matematika. S'ka matematikë. As fizik, vit 4. Matur nuk ka. Si mësoka fëmi. Heqet historia. Heqet biologjia. Gjua Shqipe. Gjuti huj. Fut lojna, fut marina. O, zëni. Landë bazë, më zëni. Me të cilat a i do të ketë ardhën e vetë. Po këj program ka ardhë. Vjen i paket, o burra. A paket mu zbatu, janë fondet të tërë zakonshme, mi bazën e cilave, mos i vend, mu apliku, ja, kja zbën, hajde tjetëri, me përgadit mësusin, me përgadit tekstet, me përgadit të gjitha elementet përbërës të orës dhe aktivitet mësimor, po sa bajnë ta? Zbajnë prej muj, bajnë për vjetë. A vunin provë, qëfar rezultatit dha? Pa i pakta, hiqë gjanët, këtë hedhër poshtë, se vjen paketa tjetër, fute këtë. Kështu që nuk ka gjetë edhe një stabilitet për me realizu më të mirë të mundshme. Teknologjia penges apo ndihmes? Nga një ranë në mes, por sa ketë aftë mësusët me i përdorë teknologjinë, ata merë mende si nëzanë si din ma mirë me i përdorë të qita vejle se mësusi. Nuk tha mësusi që spekon landën. Fëmijët i dëmton apo i ndihmon më shumë? Fëmi, për mu, Përdorimi i teknologjisë. përdorimi, a i ka gjana më të avancume, se ka një si që ka mësoj. Kështu që këta duhet me ditë, për me që. Edhe mësusi, për me jaspegu, nuk është gjane, sepse nuk ka pregadit. Nuk flasë për mësusi që jep landën e informatikës, apo teknologjisë. Po landën e letërësisë. A din me i përdore? I historisë. A i për shemull aty ka gjanët cilat i gjenë. Po mund si mësus. Do shta nuk i di ata gjanët që i shef në internet. Që i lexon. Edhe vjenë të provokon edhe glasë. Tha di, i ka, ban pytje. Kështu që duhet ta përgatitet bazën për me realizu këtë të drejme. Do ta kishe zgjedhë sërish profesionin e mësuesit? Mësuesi, pas 63 vjetë mësuesi, së mund të kalaj nga hinë në shpirt, në zemër. Pra si e pendua si herë? Absolutisht. Absolutisht e tjerë. Ashtë punë e bukur, ashtë punë që duhet me e dashtë, se po nuk e deshte, asë je mësus. Duhet me keni pastër, duhet me keni zoti, duhet me keni dashtën, janë element të cilët edhe i mbartë nga familja, edhe nga shkolla, por edhe i ushqen të masa nxënësve me cilë t'i punon. Se për shembull, në orën e mësimit një nxënës që të përgjigjet sakt, të jep mendime të sakta, të mësuesi unë flutëroj për gëzimit, se pas kam nxënës të cilët më kanë kuptu, pas kam nxënës të cilët e pas kam përpunu materialin që ju kam dhënë për me dije, dhe në këtë basë e shoqënia. Edhe ty, si mësues, dhe vend provë të tillë për me esme e me studiu, që kur shkash në klasë, ti jesh i përgatitur. Mos shkash ashtu, ha, qa kena ajtë sot je. Ja. Një mesazh të fundit për mësuesit, për nxënësit, për gjithë, për prindërit, çfarë do t'i thush? Mesazhi i kësaj feste ta kaloni gëzuar herë. Që me shëndet familjet e juja, të jeni shumë dashamirës dhe të mos pendoheni asnjëherë për edukimin dhe mashtrimin e fëmijëve tuaj, sepse mashtrimi, arritjet dhe sukseset e fëmijëve tuaj është ardhmja e familjes tuaj dhe gjithë shoqërisë. Një mësues i mirë që e don arsimin, që punon me përkushtim, do të jetë një bazë e fuqishme që shkolla jonë, shoqëria jonë të ecë përpara, të përfitojnë elementet më të domosdoshme për jetën e vetë dhe për gjithë shoqërinë, dhe të ndikojë në gjithë formimin e tyre.
shkolla shqiptare ka pas të rëket në shemet shumë të mirë në kuadrin e realizimeve edhe madhore. Intelekti nuk në muon pak dëshirë, pak vullnet dhe shumë suksese. Shumë faleminderit që ishit me mua sot këtu. Jo faleminderit, jo është problemisha gëzime, dhe inshallah ju shkanë marë që kolegëve e mësusave. Ju uroj 7 dhe 8 marsin e para, e dyta, në veçanti uroj të gjithë bashkëpunëtorët e mi, maturantët e shkollës pedagogike të 63-shit. Gëzuar, paqë i shëndet dhe marsin jetën tuaj. Miru takoshim në përvjetorët e tjerë që do të organizojmë në kuadrin e 7 marsit në shkollën pedagogike. Faleminderit. Në mënyrë të padukshme në çdo vendim tonin, mund të jetojë edhe një copës nga fjala mësuesit. Shkolla është ndërgjegja dhe themeli mbi cilin qëndron një komb. Mësuesit jo të gjithë përmenden në librat e historisë, edhe pse janë autorët e padukshëm të historisë sonë. Sot kemi folur për disa breza që u rritën në një Shqipëri mes shumë sfidash. Nëse sot Shqipëria ka ende njerëz që mendojnë, që guxojnë, që ndërtojnë, kjo fal edhe mësuesve. Kur një nxënës bëhet më i mirë se koha në cilën jetojmë, ky është nderimi më i madh për një mësues. Bashkë natën e mirë.